Hani 3 fiqë në ditë dhe i thoni lam të mirë këtyre problemeve shëndetësore. Fiqët e freskët, kur krahasohen me homologët e tyre të thatë, janë më të ulët në kalori dhe përmbajtje sheqeri, gjë që i bën ato një alternativë të sigurt edhe për diabetikët nëse konsumohen brenda normës. Fiqët e thatë nga ana tjetër janë në një burim i përqendruar i kalciumit. A i dini se një fik i vetëm është i mbushur me më shumë se 13 mikrogram kalcium? Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Fiqët janë gjithashtu të mbushura me vitaminën A, B dhe minerale si fosfori, kalciumi, hekuri dhe kaliumi. Një faktor tjetër që i bën fiqët të preferuar në mesin e nutricionistëve është përmbajtja e lartë e fibrave. Ushqimet e pasur me fibër ndihmojnë në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak dhe mbajnë nën kontroll nivelin e kolesterolit tuaj. Konsumi i ushqimeve të tilla ndihmon në nxitjen e një ndjenje të ngopjes, gjë që ju bën të keni më pak bezdi dhe lehtëson humbjen e peshës në planin afatgjatë. Fibra është gjithashtu shumë e rëndësishme në ruajtjen e shëndetit të mirë të tretjes. Ndoshta kjo është një arsye pse konsumi i fiqeve të njom ka qenë një nga mjetet juridike shtëpiake më të besueshme kundër problemeve të kapsllëkut. Kapsllëku përcaktohet nga një gjendje kur një person ka vështirësi të zbrazë ose të pastrojë zorrët. Sipas një studimi të fundit, rreth 22% e personave në botë vuajnë nga kapsllëku. Megjithatë, mbetjet nga një kusht më pak i diskutuar në vend mund të krijojnë bezdisje. Nëse lihet pa u trajtuar, kapsllëku kronik mund të çojë edhe në çarje, kruajtje, dhimbje dhe madje edhe edema të forta. Kapsllëku i butë nga ana tjetër mund të shmanget me një grusht produktesh natyrale dhe mjete shtëpiake. Ngrënia e 2 deri në 3 fiqë të thatë mund të zbuten në ujë brenda natës dhe të konsumohen në mëngjes. Sipas librit Healing Foods nga Susan Curtis, fiqët janë një nga burimet e jashtëzakonshme të fibrave. Përfshirja e ushqimeve të pasura me fibra është thelbësore për mbarvajtjen e një sistemi të shëndetshëm të tretjes, i cili nga ana tjetër mund të rezultojë në efekte në uljen e shanseve të kapsllëkut. Fibrat zbusin jashtëqitjen dhe ndihmojnë në lehtësimin e kapsllëkut. Fiku është një laksativ shumë i mirë natyror që mund të shtohet në dietën tuaj. 2 fiqë të thatë ose të pjekur janë burime të jashtëzakonshme të fibrave të tretshme, ku përveç kapsllëkut mund të ndihmonin në lehtësimin e çështjeve të tjera siç janë sindromi i zorrës së irrituar. Shtimi i fiqeve në vaktin tuaj ditor mund të përkthehet në një zorrë më të shëndetshme dhe më pak shqetësime të kapsllëkut. Koha më e mirë për të konsumuar fiqt është mëngjesi, në mënyrë që ato të pastrojnë më mirë sistemin tuaj tretës gjatë gjithë ditës. Pastimi i sistemit tretës është një nga veçoritë më unike të këtyre frutave të verës. Fiqtë janë një nga frutat më të shkëlqyer për shëndetin e mëlçisë. Ato kanë elementë më të larta të elementëve alkalin dhe prandaj ndihmojnë në rregullimin e pahashit të tretjes. Fiqtë janë një përzgjedhje shumë e mirë për organizmin tuaj, dhe si të tilla duhet të konsumohen brenda rekomandimeve të duhura ditore për të evituar komplikacione në shëndet dhe për të nxitur gjithashtu një organizëm më të mbrojtur dhe më të vlefshëm. Fiqtë janë të pasura me antioksidantë të cilët ndihmojnë kundër dëmeve që shkaktojnë radikalet e lira në trupin tuaj. Kur konsumohen në mëngjes, fiqtë qetësojnë organizmin, japin energji dhe ofrojnë gjithashtu një ëmbëlsi natyrale. Ato lehtësisht përthithen nga trupi i njeriut. Konsumi i fiqeve në mëngjes do të shërbejë gjithashtu edhe si një rregulluese dhe stabilizuese e presionit të gjakut për aktivitetet në vijim të ditës. Fal përmbajtjes së lartë të kalciumit dhe magnezit, fiqtë gjithashtu janë në një gjendje shumë e mirë që mund të ofrojnë ëmbëlsinë e tyre natyrale në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Ndaj konsumi i këtyre produkteve në dietat tuaja ditore mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë nxitse për organizmin. Kur konsumohen në mëngjes, fiqtë janë një qetësim i shëndetit, japin energji, ofrojnë elementet e tyre natyral për aktivitetet tuaja ditore dhe evitojnë gjithashtu komplikacionet që i kanosen shëndetit të dobët.
Konsumi i fiqeve mund të shërbejë gjithashtu si një rregullues dhe stabilizues i presionit të gjakut gjatë aktiviteteve tuaja ditore. Falë përmbajtjes së lartë të kalciumit, magnezit, fiqet gjithashtu janë një nga përzgjedhjet më të mira që relaksojnë enët e gjakut, duke i siguruar atyre edhe elementet e duhur ushqimor në menaxhimin kundër këtyre komplikacioneve. Ekspertët e Healthline shtojnë se fiqet janë të mira për shëndetin dhe një i rritur duhet të ketë pjesë prezente të dietave të tij. Falë përmbajtjes së kalciumit, magnezit, fiqet do të relaksojnë enët e gjakut dhe balancojnë elektrolitet e duhura në trupin tuaj. Sipas studimeve të cilave u referohemi, fiqet rekomandohen për të konsumuar herët në mëngjes, për t'i pasuruar shëndetin tuaj me produktet e duhura të fibrave, mineraleve, vitaminave që ato përmbajnë. Fiqet janë një nga burimet më të mira të proteinës, fosforit, glukozës dhe kalciumit, që mund t'i japin gjithashtu një mbrojtje efektive të shëndetit tuaj dhe të lehtësojnë komplikacionet e tij. Ato janë të pasura me vitaminën A, vitaminën C, vitaminën D, të cilat mund të jenë thelbësore për lëkurën, kockat dhe shëndetin tuaj të përgjithshëm. Ekspertët e Healthline këshillojnë vazhdimisht konsumin e fikut të freskët si një prej produkteve më të mira ushqyese. Për shkak të profilit të tyre, fiqet duhet të vlerësohen si një produkt mjaft i rëndësishëm, të cilat duhet t'i përfshini me patjetër në dietat tuaja ditore. Elementet e tyre ushqyes do të luajnë një rol të mirë parandalues kundër komplikacioneve. Fiqet gjithashtu janë të pasur me vitaminën A, vitaminën E, vitaminën C. Antioksidantët që gjenden te fiqet do të ndihmojnë gjithashtu edhe në lehtësimin e gurëve në veshka. Ekspertët e Healthline shtojnë se shtimi i fiqeve në dietat tuaja do të ndihmojë të keni kocka më të forta dhe më të shëndetshme. Fosfori, vitamina D, kalciumi që gjenden te fiqet mund të jenë një nga përzgjedhjet më të mira për nxitjen e organizmit të shëndetshëm dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Fiku plotëson 3% të normës së rekomanduar ditore të kalciumit. Duke konsumuar fiq të freskët çdo ditë, do të merrni këtë normë ushqyese për organizmin tuaj, do të evitoni komplikacione dhe mbi të gjitha, do të nxisni një organizëm më të shëndetshëm, më të mbrojtur dhe do të evitoni edhe dëmtimet e shëndetit. Përfitim të madh do të marrin edhe sytë tuaj pas konsumit të fiqeve të freskët në dietat tuaja ditore. Vitamina A tek fiqet do të përmirësojë dukshëm shëndetin tuaj të syve, çka do të jetë një mburojë shumë e mirë ushqyese në betejën kundër këtyre inflamacioneve. Shtimi i fiqeve do të pasurojë dietën tuaj me këtë vitaminë, e cila është shumë e rëndësishme për mbrojtjen e shëndetit të syve dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ekspertët e Healthline shtojnë një zëri se konsumi i fikut në vaktet tuaja ditore do të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese për mbrojtjen e organizmit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve. Ndaj në të mirë të shëndetit tuaj, fiqet e freskët mund të jenë një nga përzgjedhjet më ushqyese për shëndetin. Fiku cilësohet gjithashtu si fruti i parajsës, i cili forcon ripërtërinë dhe ruan shëndetin dhe mbi të gjitha fshin edhe rrullat. Ai mund t'i japë shumë përfitime ndërsa ai nevojitet vetëm një tokë djerre e cila mund të ketë një pikë ujë. Kështu përfitimet që do të merrni pas konsumit të fiqeve do të jenë gjithashtu në ndihmë të organizmit edhe në betejën kundër komplikacioneve të tij. Fiqet do të ofrojnë një përmbajtje shumë të mirë të elementit të magnezit. Magnezi është një prej elementeve bazë të sistemit tonë nervor, të cilat na ndihmojnë edhe kundër problemeve të stresit. Ai është shumë i rëndësishëm për kockat, imunitetin dhe shëndetin tonë në përgjithësi. Ndaj edhe konsumi i fiqeve në dietën tuaj ditore do të jetë gjithashtu shumë e rëndësishme për shëndetin tuaj të trurit. Ekspertët e Healthline thonë se fiqet janë mjaft të rëndësishëm për mbrojtjen e organizmit tuaj. Fiqet e freskët janë një nga përzgjedhjet më të mira të magnezit në këto element ushqyes. Gjithashtu, fiku është i pasur edhe me element të kaliumit, të kalciumit, të hekurit, fosforit, bakrit, vitaminës B6, vitaminës C dhe beta-karoten.
të cilat këto element mund të japin rezultate të shumë pritura në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët shtojnë se përmbajtja e ulët e yndyrnave tek fiqt dhe përmbajtja e lartë e fibrave më shumë se cili do frut ose perim tjetër është një arsye pse fiku duhet të konsumohet vazhdimisht në dietat tuaja ditore, pasi vetëm në këtë mënyrë përfitimet që do të merrni prej tij do të jenë mbreslënse për shëndetin dhe lehtësuese kundër inflamacioneve. Fiqtë janë të pasur me sheqerna natyrore, që do t'i sigurojnë trurit tuaj punën e nevojshme edhe të parandalojë gjithashtu komplikacionet. Fiqtë e thatë duhet të konsumohen më pak krahasuar me fiqtë e freskët për të marrë të njëjtat vlera për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.